Nëse e keni në shtëpi, duhet të quani veten me fat, bima që ndihmon në trajtimin e këtyre nënt problemeve. Ndryshe njohet si bima e përjetësisë dhe mbi të gjitha sjell të mira për shëndetin e çdo kujt që nga shtëpia te shëndeti. Thuhet se bima aloe verës e ka origjinën nga Afrika e Veriut dhe dokumentacionet e para kanë qenë që në kohët e lashtë, që atëherë kjo bimë është e përdorur në të gjithë botën si një lule dekorative dhe më e rëndësishmja edhe si një ilaç shërues. Nëse keni një bimë aloe vera, do të përfitoni shumë, kryesisht për shkak të vetive të saj medicinale, të cilat janë me të vërtetë të pazvendësueshme. Ja disa përfitime shëndetësore që do të merrni nga xheli që përmban në brendësi kjo bimë. Lehtëson djegjet, përmirëson shëndetin e lëkurës, zbut aknet dhe ekzemat, zbut skuqjet dhe problemet e lëkurës, mund të përdoret si një produkt antikruajtje, redukton gjithashtu problemin e rrudhave. Ju ndihmon për të pasur flok të shëndetshëm dhe parandalimin e rënies së tyre. Hidraton lëkurën, mund të përdoret gjithashtu si xhel rroje dhe mund të sjellë shumë përparësi në shëndetin e lëkurës.